أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Gjemati dashur I pranishëm në këtë xhamit madhe, hatib dhe ligjerues I kësaj xhamia Omer Efendi, lusë Allahun e madhreshëm që të gjithë neve këto adhurime dhe angazhime që bëjmë në këtë muaj të madhreshëm, Allahut na I pranon. Lusim Allahun e madhreshëm që në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit na mbulon me mëshirën dhe bekimet e Tija, na bën për atyre që ua fal mëkatet, I liron nga zjarmi I xhehenemit, na e shpërblen shpërblimin e agjërimit, e namazit, e teravis dhe adhurimeve tjera që I bëjmë, dhe na bën prej banorëve të xhenetit inshallah taala. Falëndrimet sinqerta për hoxhën tuaj I cili e ka parapa që në këtë xhami, në këtë kohë, para këtij namazit të yatsis e pastaj edhe teravis, të kalojmë disa minuta bashk duke nda këshilla mes vete. Ajo që dua ta them sot para jush të dashur vëllezër, janë 5 gjëra të cilat na ndihmojnë neve për të kaluar këtë muaj të madhërisëm në formën më të mirë të mundshme. Krejt kjo për shkak se muaji I madhërisëm I Ramazanit është me ditë numrume, ashtu siç Allahu I madhërisëm në ajetet e agjërimit në surën Bekare e përmendi dhe tha ayyaman ma'dudat, ditë të numruar, e çdo gjë që numërohet përfundon shpejt. Dhe na jemi dëshmitar se ja shkuan 12 ditë Ramazanit sikur se me pas qenë dje. Ashtu ka me shku edhe kjo dheqe I dytë. Ashtu ka me shku edhe dheqe I fundit, dhe do na vjen Bajrami e shumica për neve në natën e Arifes, kena me krujt kryen edhe kena me thonë, çka bënëm në këtë muaj? A e dham hakun? A e respektuam si duhet? A e kaluam ashtu si që meritonte? A kemi bo aq sa me fitu knasin Allahut? Apo Zoti mos e boft, kemi leju që të na ik kjo mundësi e artë, që të na ik kjo shans e pa përsëritur brenda një vitit, që ne të fitojmë këtë ato mirësi që I përmenda në fillim, na falen gjunahat, të lirohemi nga zjarmi I xhehenemit, të marrim shpërblimin e veçantë për agjërimin, e shpërblimin madhështor për namazin, e pastaj shpërblimin për teravit, e për adhurime tjera që I bëjmë, qofshin ata duat, apo dhikret, apo leximi I Kuranit, apo sadakat, apo zekatin e kështu me radhë. Andaj, të dashur vëllezër, ulemat kanë thonë, nëse je pishman për të kalumen, shtrëngohu për tashmen dhe përgatitu për të ardhmen. Andaj, nëse ti mendon se sa ke dhënë hakun këtyre ditëve që kanë kalu, shtrëngoje veten tash edhe mundoje veten ta shfrytëzosh në mënyrë optimale çdo ditë që ka mbet dhe planifiko sidomos për dhjeqën e fundit, të jesh edhe më shumë I mobilizuar, edhe më shumë I angazhuar, edhe më shumë I disiplinuar, e të mos lejosh me të ik asnjë sekond, jo asnjë orë, e ditëve që vijnë të Ramazanit, që në fund ta gëzosh Bajramin me gëzim të vërtet edhe të plot. Andaj, ulemat kanë thonë se çështja e parë që na ndihmon ne m'ia dhon hakin këtij musafirit është ta ndjejmë madhështinë e këtij musafiri. Ka dallim një musafir që të vjen për ditë, ti I bën një çaj atij, një kafe. Një musafir që të vjen një herë në muaj, mundohesh atij me I shtru edhe drejk, apo darkë. Edhe misafiri që të vjen një herë në vjetë,
atë e pret me pritje solemne. Çaj po, drejk po, kafe po, ambëlsi po, po diçka special të jashtëzakonshme. Andaj edhe ky mysafir që na vjen një herë në vit, e kush për neve vjet ka qenë me ne e sot më nuk është. Sa prej vllaznive tonë, prej miqve tonë, prej dashamirëve tonë, i kemi pasur Ramazanin e kaluar me vete. E sot nuk i kemi. Ka shumë vëllezër që ja vlen mi përmend, por unë nuk muj me kalu pa e përmend Xhemalin, Haxhiun. Allah e mëshiroft dhe egzoft me xhenet. I cili ka qenë në shërbim të kësaj xhamie dhe ka qenë në shërbim të thirrjes islame, aq sa ka mujtë dhe aq sa ka ditë. Po si ai janë plot. Sot ata nuk janë me ne. Ata kanë shku te Zoti i tyre. E na lutim Allahun e madhëshëm që gjithë ata që kanë shku në ahiret, Allahu ti mëshiron, e ti fal, e ato varreza ku i kemi vendosur si bën bashkë xhenetit për ata. Po edhe na që sot që jemi në xhami këtu, askush për neve s'ka garancë, jo që emrin Ramazanin tjetër o vllazni, po s'kemi garancë që emrim Bajramin. Edhe Ramazan vdesin njerëzit. Fillim të Ramazanit kishim rast ku vdishën. Dje kishte një gjenazë atje në Shkup, e shumë gjenaze, e çdo ditë ka gjenaze në për xhamiat e qyteteve dhe fshatrave tona. Në unë dikush po vdes, dikush me agjerim po shkon te Allahu bu Xhelal. Mërzia është e madhe, po gëzimi në anë tjetër na shoqëron, sepse ku shkon te Allahu bu Xhelal me agjerim ose me adhurim e përfundon jetën me ibadet, kjo është shenjave të përfundimit të mirë. Ku më na mësua Allahu bu Xhelal neve të gjithëve që të shkojmë te Allahu bu Xhelal duke qenë në ibadet, duke qenë në adhurim. Një ditë për ditëve muslimanët ishe nis nga Medinja me shku në haxh, edhe njëri për muslimanëve ishte mbi deve, e urzu për devës e vdiq, e deshëm ta mi amlu kryt me mështel si gjenazën si e mështelin. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos jam mështel një kokër, vend qefinit le ta ketë ihramin e vetë. Pse? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innahu yub'athu mulabbiya, sepse ai ka murin gjallë duke thonë telbijen labbaik Allahumma labbaik. Se si të vdesish, ashtu ringjallësh. Edhe andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha për te, mos ja mloni kokën, mos ja hekni ihramet, se ai ka murin gjallë duke bërë telbijen, se si ka vdek ka murin gjallë. Andaj edhe një besimtar që vdes në ibadet, kjo është për argumenteve të shenjas së përfundimit të mirë. O vllazër, kjo dynja është kalimtare. Na që sa të dush, përballë ahiretit, përballë xhenetit është asgjë. Ne mashtrojmë me këtë dynja, e bëjmë shtëpinë e bukur, e kemi kerrin e mirë, kemi teshat e bukura, jetojmë, veprojmë, punojmë me pas komoditet, mirëqenje ekonomike, sociale, kemi famë, autoritet, emën, nam. Mirë po, kjo është kalimtare, një ditë kam u përfundu edhe ketë na shijen e vdekjes kena me shiju, edhe atë që ketë kemi grumblu, kena me lanë, kena me braktis. Allahu Gjallar që ka thot, kul meta'u dunja qalil, wal akhiretu khairun limen ittaqa, wala tudhlemune fetila. Thuaj, knatësia kësaj botës është e pakt. është e pakt edhe në sasi, edhe në cilësi. E pakt edhe në numër, se ditë nëmrume, si kur se Ramazani thamë ditë nëmrume, ashtu dhe jeta ditë nëmrume, po edhe në cilësi, në kualitet, sepse ajo që ka përgatit Allahu i madhëshëm për besimtar në xhenet, s'ka mujt njeriu as me e fantazu. Thot Allahu bu Xhelal, si shpjegon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithi qudsi, adatu li ibadiy salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kam përgatit për robët e mi të devotshëm atë që syri se ka pa, as veshi se ka ndëgju, e as që ka mujt zemra e njeriut me fantazu. Andaj, krejt të mira që na vrapojmë pas tyre, edhe lodhemi dhe raskapitemi në grumbullimin e tyre, janë asgjë në krahasim me atë që e pret besimtarin të Allahu dhul Xhelal. Andaj, ky Ramazan o vllazni është dhurat e jashtëzakonshme e Allahu dhul Xhelal për ne si besimtar.
Allahu dhu xhelal don që neve të na bën xhenetli. Kur i shef punët e vogla, punët e pakta, mangësitë tona që kemi në punët e mira, na bjerë këtë muaj të madhërishëm të Ramazanit me agjërimin si adhurim kryesor në këtë muaj, që të shpërblimin e tij ndaj nesh ta shumë fishon. Realisht na jep një mundësi të artë që o ju besimtar, o ju musliman, ju që keni gabime, ju që bëni gjunaha, ju që keni mangësi, ju që në muaj tjerë nuk jeni vigjilent, nuk jeni të vëmendshëm, as kujdesshëm për obligime që keni ndaj meje, va jap një mundësi të artë, këtë gabime që keni bona 11 mujt e kalume, ju falen, edhe këtë shpërblime që s'keni mujt me fitu në 11 mujt e kalume, tani ti fitoni ata. Andaj, agjërimi ka shpërblim të cilin nuk e din askush veç madhnisë të tij, se është shumë i madh. Pastaj është nata e Kadrit, e cila është më e mirë se 1000 muaj, e 1000 muaj bëjnë një ymër të plotë një njeriu. Kush i mush 80 vjet nga mesi jon, thot boll kam jetu. Pash sa pash 80 vjet kush i bën hemen se bëhet më gati, thot sa ku ndash nga dhon Zoti Dhul Xhelal. 1000 muaj bëjnë 83 vjet e 4 muaj. E ka përcen të dhëshën. E nata e Kadrit nuk është e barazvlefshme sa 1000 muaj, po është më e mirë se 1000 muaj. A e kuptoni çka na ka dhënë Allahu Dhul Xhelal? Na ka dhënë një agjërim që shpërblimin e ka pa kufi, as-sawmu li wa ana azzi bihi. Agjërimi është i jimi dhe unë shpërblej për te, e kur shpërblen Allahu Dhul Xhelal jep pa kufi. Siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu thot yadullahi al-mal'a, dora e Allahut është e mbushur për plot. Jep ditën dhe natën dhe ajo që jep nuk paksohet. Se Allahu është bujar, është pjesnik, është dordon. Allahu jep pa kufi, pa ndalë, dhe këtë ajo që jep ai nuk përfundon. Edhe andaj na ka dhënë këtë muaj të madhërishëm me na i derdh mbi ne ato shpërblimet e tija të veçanta, me na i dhon këto mundësi të arta, me na i fal gjunahet tona dhe na mu barazu. Nëse kemi qenë minus në ato matematikat e biznesit ton, tani mu barazu edhe me dalë në plus. Kjo është mundësi e artë që Allahu Dhul Xhelal na ka dhënë, edhe na si besimtar duhet ta ndjejmë këtë mundësi të artë që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Çështja e dytë që na ndihmon këtë drejtim o vllazni është angazhimi, përpjekja, mundi dhe kujdesi për egon, për nefsin ton. Ajo që në gjuhën e fesë quhet mujahadetun nefs, me vot jihad me nefsin ton. E dini si është puna e nefsit o vllazni? Tash nuk e di, përpara kena pas ma shumë hajvan në përshpia tona, tash s'kena, ama kush ka pas kuaj e din se kali kur është i egër, është vështirë me shalu, mi vnu samar, shalë për mi vnu. E duhet mjeshtri edhe duhet kohë me zbut kalin e egër, për me bot përshtatshëm me majtë shalë. Ashtu është nefsi njeriut, egoja e ti, është kali i egër. Duhet kohë për me u zbut, për me u nështru, për me të pranu ty si komandues i ti. Se kali i egër e ka shpirtin e lirë, edhe e ka qefin e madhë, edhe i ka nazet e mdoja, kuajt sidomos ato që janë të sort e njohur, sidomos kuajt arab që janë matë njohur në botë, janë kuaj me specifikat e veta, me tekat e veta, me nazet e veta, edhe për me i shalu ato, për me i zbut ato, duhet mjeshtri e madhe. Ashtu është edhe puna e nefsit tonë. Ti don me nështru nefsin ndaj vullnetit tanë të khejrit mirë, nefsi jo të refuzon, këcen, e mundohet me hek shalën për shpinës. Pse e thot unë du me bo qka du une, jo qka të më thuj shte. Ama të jethu për ti e jemi, thot unë jam i joti, po unë luftoj për pavarësin teme. Nuk lejti me më kontrolu mu e me më komandu mu. E kjo na detyron neve që na me bo gjihad me nefsin ton. Pse? Se nuk mundesh me njëherë me urnu nefsin tanë dhe aj me t'gu. Me njëherë ti me i dhonë një komandë dhe aj me pranu.
Me të parën mi thonë djath me shkuaj me shku, me të parën munal, me të parën mi thonë es mas me es mas, nuk ka mundësi. Duhet shumë kohë për ta mësu. E që kjo kohë që kërkon për ta zbut nefsin tanë, quhet gjihad. Gjihadu nefs, mujahedetu nefs. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'ati Allah. Transmeton Imam Buhariu rahimahullahu ta'ala sahihun hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mujahidi vërtet është ai i cili bën xhihad që ta detyrojë nefsin e tij në adhurimin e Allahut. E nefsi i egër nuk ka qef me unushtru Rabbul Aleminit me ibadete. Andaj agjërimi për shembull, e agjeron besimtari me gjithë se nefsi i tij e refuzon. Po çka e ndihmon nefsin e tij në agjërim? Se agjërimi është me xhamat. E kjo është filozofia o vllazni e agjërimit me fillu me xhamat, që kanë herë në analizat tona fikhore në si element i analizës. Pse fillon edhe mbaron agjërimi me xhamat? Se i lehtësohet nefsit të egër pranimi i kësaj komande, se krejt që i kemi rreth e përqark agjerojnë, e te tash me u rebelu kërshë agjerimit, përveç që do më thonë është thyrje e urnit, plus asaj është edhe dalim për shoqërie, e këtë nuk e pranon nefsi me kon i qortum e i turpnum para tjerve. Andaj, ajo që animon besimtarin me kalu agjerimin let, është se bot me xhamat se këtë agjerim. E këtu du me bo një paralele, si kurse na të gjithë, me dhonë rëndësi namazit, si japim rëndësi agjerimit, edhe nëse dikush do i shkon të menja mos mu falë në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, do i vind të mare mos mu falë edhe ajë do falështe. Që du me thonë me këtë meselë? Du me thonë o vllazni, baba që është domaçin në shtëpinë e vetë, duhet me botë shmos që në shtëpinë ku ai është domaçin, ku ai është kujdestar, ku ai jep llogari për atë shtëpi, me insistu me këshillat e veta, me porositë e tija, me metodat e ndryshme pedagogjike që i përdor, me arrit sukses që krejt antarët e shtëpisë të tij mu falë, edhe gruaja dhe fëmijët. 5 kohët e namazit mi falë në kohë. E nëse një domaçin arrin me bin gruan e vetë dhe fëmijët e vetë se du të mu falë, nëse dikush për fëmijëve do njëherë i shkon menja mos mu falë, del si dele e zezë, edhe nëse nuk falet për Allah, fillimisht spaku ai ka mu falë se këtë falën është marrë mos mu falë. Do thot njëra për arsyeve pse kemi në mesin ton njerëz që nuk janë kujdesshëm ndaj namazit, si që janë kujdesshëm ndaj agjërimit, është për shkak se në shtëpia tona halas kemi mëri kejtëna me imponu antarëve të familjes namazin, siç është imponu agjërimi. Megjithse vlera e namazit te Allahu është më e madhe se vlera e agjërimit. Besoj që këtë mesele e keni mësuar prej Hoxhallarëve. Mirë, po kujdesi muslimanëve për agjërimin është më i madh se kujdesi tyre për namazin. Pse ndodh kjo? Ndodh për shkak këtij elementit praktik, konkret. Kjo s'ka të bën me njohjen teorike, se teorikisht këtë hoxhallarët pa dallim thonë se namazi është adhurim më i madh dhe më i rëndësishëm te Allahu se agjërimi. Mirë, po pse na jap në rëndësi agjërimit shumë më shumë se namazit? Për shkak se nuk kemi arritur që namazin ta instalojmë si vlerë, jo vetëm individuale, po edhe si vlerë familjare dhe si vlerë kolektive. Ku na në sabat do dalim xhami si në akşam në njësi. Ku neve s'do na zonë gjumi e të pritojmë me dalë sabat në xhami për shkak se kemi ne deri në ora 2-3 natës e kena prit imsakin, syfyrin, e kena farë sabajnë, e kena ramë me fletë. Si çdo me një pjesë të madhe dhe rini sa. Andaj, gjihadi me nefsin është i rëndësishëm se na ndihmon neve me mposht, me përull, edhe me zbut këtë nefs tonin. Me këtë gjihad që e bëjmë me nefsin ton, na fitojmë përkrahjen, ndihmën dhe lehtësimin nga Allahu Dhu Xhelal, ashtu si thot Allahu subhanahu wa taala, "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana", dhe ata që luftojnë e përpiqen në rrugën tonë, që bëjnë xihad, që ta gjejnë udhën e drejtë,
e ti kryen obligime ndaj nesh, ata na kena mi udhëzu drejt rrugës sonë. Ande kush përpjeket, kush mundohet, kush angazhohet, Allahu e ndihmon atë dhe i jep sukses atij. Kështu që agjërimi Ramazani me adhurimet e veta kërkon përpjekje të vazhdueshme brenda 30 ditëve, brenda 29 ditëve. Çdo ditë, ditën dhe natën, kërkon punë, aktivitet, angazhim. Mos thuaj valla unë 3 ditë i kalova me ibadete, me angazhime, u lodha, u dorëzova. Jo, se janë edhe 27 tjera, janë edhe 26 tjera. Andaj e ke nis me tempon e njëjtë që ke filluar agjërimin Ramazanin, vazhdoje edhe në 10-in e dytë. Edhe kur të hiq në 10-in e tretë, zotën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe këtu del urtësia e udhëzimeve fetare o vëllazi, se ajetet kuranore dhe hadithet pejgamberike përveç aspektit informativ teorik kanë edhe aspektin e edukimit psikologjik edhe pedagogjik. Andaj të e ditë Allahu i madhreshëm natyrën e njeriu, se njeriu bezdiset, mërzitet edhe në punë të mira, edhe kanere 10-in e parë e kalon me entuziazëm, 10-in e dytë fillon me i ra entuziazmi, vullneti, vjen dhe thot se 10-in e fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtonte intensitetin e ibadeteve, thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 10-in e fundit Ramazanit e shtërngonte rrypin, ka ishin, e ngjallte natën, e zgjonte familjen dhe shtonte ibadetin. Tu e ditë se neve do të dobësohemi, ligështohemi, tani ajo ofron modelin e vet. Kjo me thonë në gjuhën e kerreve, ai kerri, domethënë e ka motorin edhe ka një turbinë. Ai turbina spunon gjithmonë, ama në momentin që ti e shkel, mi dhon shpesim më të madh aktivizohet turbina. Ti punon tash me gaz plot 20 ditë, ama kur vjen edhe që i fundit shoje turbina, nëse e bit turbinë, edhe më mirë se duhesh me shvizu maksimalisht këtë atë mundësi të ardh, e cila vallahi wa billahi wa tallahi me diamanta me shtru çdo sekond të këtyre ditëve të Ramazanit janë shumë pak si vlerë se ajo që na e pa Allahu gjithsesi është shumë më e madhe se kjo që e dëshirojmë dhe e bëjmë na. Kjo është çështja e dytë dhe normalisht janë edhe disa çështje tjera që unë i përmend veç kalimti, pasi që po na përmendoj. E treta që na ndihmon është rrethi, e përmenda pak më parë, rrimi njerëzi aktiv fetarisht, me vullnet dhe energji. Shtiju me atë që ka bo një hatme ka nis dytën, mos u shti me atë që enes s'ja ka nis hatmes. Shtiju me atë që bën shumë dhikr, shtiju me atë që bën shumë sadaka, rrimi njerëzit mirë, shtohet e mira jote. Andaj Allahu Xhelal neve vazhdimisht na këshillon që me nejt me të mirë, sepse ndeja me të mirë na i leton ibadetet edhe na ndihmon për marrë sukseset e mëdha në dunjë edhe në ahiret. E katërta o vllazni është vullneti, niyeti i sinqert edhe i pastër, edhe i vendosur që duhet me pas që me arrit qëllimin deri në fund të Ramazanit, me arrit objektivat që ja kemi caktuar vetvetes. Mos mu lodh, mos mu dembelav, mos me pritu, mos me umërzit, mos mu dorëzu. Hanes kena, sidomos na që jena pak matri, jeta jonë është përpara, na investojmë në ardhmërinë tonë duke rregullu jetën e sotit tonë. Për të dashur vëllezër, nëpërmes këtyre këshillave, dashta me nxit vetveten edhe juve që këtë mundësi të ardhshme që kemi të Ramazanit me mujt me shfryzu në mënyrë jo maksimale, por në mënyrë optimale, të edhon takatin e fundit ton që me fitua mirësit dhe begatit që Allah i madhërishëm i ka sjell veç për ne, për muslimanët në këtë muaj të madhërishëm të Ramazanit. E lusë Allahun e madhërishëm që të gjithëve neve në ndihmon që t'i kalojmë edhe këto ditë që në ka mbet në formën më të mirë të mundshme. E lusim Allahun e falë gjunahet tona, t'i pranon adhurimet tona. E lusim Allahun e madhërishëm që na bën për atyre besimtarëve që me angazhimet e veta fitojnë kënaqësinë e Allahut dhe pastaj kur ta fiton njeriu kënaqësinë e Allahut i ka fituar të gjitha të mirat e t'i bën shkak të ibadete që i bëjmë në këtë muaj të madhërishëm të Ramazanit, ta fitojmë mëshirën e Allahut. E kush e fiton mëshirën e Allahut, ai inshallah e fiton edhe xhenetin, sepse hyrja jonë në xhenet
nuk ndodh me punët tona, se punët tona sado që janë të mëdha janë të pakta për ta fituar xhenetin e Allahut. E inshallah Allahu na mëshiron e me mëshirën e tij na jep edhe xhenetin Firdaus, e na shoqëron me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e na gëzon me shpërblimet e tij të veçanta që përgatit për robët e tij sinqert e devotshëm. E them këtë që dëgjuat, elusallahu me i fal gabimet tona dhe me pranua adhurimet tona. Walhamdulillahi rabbil alamin.